Atletika Shkodrane vazhdon të ketë përfaqësime dinjitoze në garat kombëtare, ku suksesi i fundit është ai fitimi të titullit kampion për U16. Garat e zhvilluara në Elbasan Arena i spikatën atletët kuqëblu të drejtuar nga Albert Marashi dhe kolegët Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj. Në përfundim Vllaznia u shpall ekip kampion, ndërsa spikatjen më të madhe në këtë aktivitet e bën disa prej atletëve: Andrea Nënshati, Dardan Baraku, Elsar Bala, Eroha Bashli, Sulejman Taka, Elois Heta e të tjerë, duke u shpallur dhe kampion individual e që kontribuan në pikëzimin e ekipit. Dardan Baraku arriti të fitojë 2 vende të para, konkretisht në 100 metër dhe 3000 metër. Me 2 vende të para, kampion individual ishte edhe atleti tjetër Sulejman Taka, që konkurroi në kërcim së gjati dhe së larti, ndërsa Andrea Nënshati konkuroi në garën e vrapimit 100 metra me pengesa. Me vend të parë mbyllen edhe Balaj, Bashli dhe Heta, përkatësisht duke konkuruar në disiplinat e vrapimit 800 dhe 300 metër si dhe kërcim së larti. Vllaznia me 139 pikët e grumbulluara u rendit kampione, ndërsa tek vajzat mori vendin e dytë.